Bismillahirrahmanirrahim. Të dashurit e mi, vllazën shumë të nderuam, të jetë respektum, me lejoni t'ju përshëndes me assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira e Zotit qoftë mbi ju, mbi familjarët tuaj, mbi gjithë njerëzit tuaj dhe dashamirët tuaj. Të gjitha falënderimet dhe tërë lavdit me të drejtë i takojnë vetëm Allahut Dhul Gjelal, e përshëndetjet shumë selamet si zakonisht edhe qëllimisht i takojnë Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes ti të bekume, shokëve ti të nderuam dhe të gjithë besimtarë deri në ditën e madhe të lahtarisë, e që është pjesë e besimit tonë, pjesë e pandashme e çdo ritualit tonë, takimi jonë me Zotin tonë në ditën e madhe të lahtarisë, dita kiametit, dita llogarisë, por ne synojmë dhe shpresojmë që nuk do të na merr në llogari Allahu, por do të na përfshin rahmetin e tij, për shkak se rahmetin e Allahut e synojmë, andaj edhe këto vepra të madhështore, gjigante, i bëjmë për hir të Zotit atij qofshëm fal. Agenda e Bajramit e dikton namazi, për shkak se Bajramin nuk mundu me fal më herët, për shkak se Bajrami falet 45 minuta pas lindjes diellit. E lindja e diellit tash edhe 5 minuta bëhet me emrin e Allahut, që i bie mas 45 minuta dykon ora 7, 6:59 minuta, është e caktuar me takvim, edhe na do të jemi me emër të Allahut shumë konciz edhe në termin të përmbajtur, në mënyrë që nëpërmjet këtyre minutave që kemi caktuar me tregu dhe me reflektu që është më rëndësi termini. Na shpesh herë çuditemi, po edhe të njëjtën kohë populli shqiptar i përmend perëndimin se ata e mojnë terminin, e ki terminin as ma herët, as ma vonë, gjë që është një vlerë shumë e madhe dhe pa fije dyshimi është pjesë e pandashme e jetës së njerëzve suksesshëm. Krejt sukseset e njerëzve e lidhen në reflektimin, realizimin e premtimeve. Pa realizimin e tyre, sidomos pa jetësimin e terminave, nuk ka sukses. Ai cili nuk i rrin gati mësimit s'mundet me kry shkollën. Ai që nuk i rrin gati studimit nuk mundet me arrit suksesin fund. Ashtu edhe na, edhe Ramazani ishte me neve një muj ditë, edhe kemi pas termin strikt 3:43 me nal syfyrin, edhe as një minut as para as mrapa. Pastaj iftarja ke pa me 100 e sekundit e kemi këshyr. Qa reflekton kjo, qka na mëson neve, qka na stërvit? Na stërvit në mbarvajtjen e suksesshme të çdo projekti që do me realizu. Nuk ka projekt që ka mundësi mu realizu në ftyrë toke pa u respektu termini. Andaj Zoti i Madh për këtë termin e ka quajt kohën, e ka caktu kohën, madje për këtë ka zbrit sure posaçëm, ka thonë wal asri, pasha kohën, u betu Allahu. Me respektu terminin është edukat, po bitë gjitha, para se me konë edukat, është nder dhe respekt ndaj Allahut, se pe ja respekton urdhën Allahut. E Allahu ja ka leju vetës ti me u betun qka dënaj. A u betun dil, a u betun tuk, a u betun han, madje dhe njeri. Madje Allah u betun ymrin e Muhammedit a.s. Pasha jetën e Muhammedit, ai populli lutet jenë degeneru, jenë shkatru, popull i shkatru. Do më thonë,
Allahu xhalla xhelaluhu edhe në jetën e Rasulullahit alayhi salatu wasalam u betu. A neve krijesave ti na ka ndalu çdo formë betimit përveç se në emrin e Allahut. Është ndaluar me bobe pasha kryte fëmijëse, pasha kryte babse, pasha kryte nonse. Është ndaluar. Por duhet me thonë veç pasha Zotin, pasha madhnin e Allahut, pasha Rabbul Aleminin. E vllazën Zoti për nga madhështia e tij e ka caktu kohën, edhe ka thonë wal asr, pasha kohën. 3 ajete i ka, dietarët thonë që surja më e shkurtër në Kur'an është Inna Atajna, e menrani mësoj vjen suratul Asr. Është e dyta për nga shkurtësia që e ka fol Allahu, por ka vënë temele për një sukses të një shoqënie, temele për një civilizim të duhur, temele për një të ardhme busull, për një të arritë në sukseshme në jetën tonë, është me moj terminin që reflekton për i këti betimi, është betu. A ke po, këtë betim Allahu sot e qindra miliona vite, na nuk e dina kur e ka kriju Allahu dillin, na nuk e dina kur e ka kriju Allahu hanën, as tokën, por rrezet e soja zbresin tokë me termin. Qyshe ka po bëj Allahu? Ka thonë, pasha kohën, termini, lindja është në kohë, perëndimi në kohë, lëvizja, lindja, vdekja nuk ka. Li kulli ejelin musamma, gjithçka në termin. E Zoti që termin ka lyp me popi njerit. E neve si besimtar ti, që kena pranu me dëshirë dhe me vullnet fejnë islame, mas shumë të jemi të thirrën me e praktiku që termin tokë. E fatë këtësisht, punë të tona neve na kallëzojnë që na nuk e mojna terminin. Si se mojsh terminin, nuk e mojnë premtimin. Se nuk e mojnë premtimin, suksesi, fatë këtësisht ka me na mungu. Andaj, vllazën e kanë pyet njerëz të meqëm, kanë thonë, çka është suksesi? Qaj epilogu i rezultateve në fund. Njeri shkon në shkollë, përkushtohet, angazhohet, fund del me një sukses. Por dietarët e kanë kufizuar në 2 pika. Ka thonë 99% është përkushtim, 1% është talent. Talent është diçka dhunti, e dhone Zotit. Plestojnë, nuk është me të thone, po është me të dhone. Pa ta dhonë Zotit, pa dio. Që kjo me ta dhonë, pa ta dhonë, Zoti nuk është me të thonë, por është me të dhone, në gjuhën e librave, quhet talent. Është e mbillë, është dhunti. Krejt njerëz kanë talent. Dikush ka talent në bujqësi, dikush ka talent në inxhinieri, dikush ka në mjekësi, dikush në ndërmarrësi. Është i Zotit, tregtar i fortë, jarruk. Dikush kryen shkollë për tregti, kur s'ka mundësi me praktiku ato që ka shkru, se nuk e ka gjetë në digasterin e vetë, nuk është i kryun për qatë punë. Se cili e ka talentin e vetë, për duhet me zbulu. Për këtë arsye, institucionet në vendet e zhvillume, kanë digasteret posaçme me zbulu talentet e studentave, të ardhshëm. Njerëzit që kanë me bërë të poste, përgjithësi, shtetërore, dikush është talent në ushtri, talent në planën, në artë luftarak, për me mbrojt sovranitetin, me mbrojt lirin, me mbrojt shtetin, me mbrojt të ardhmen, ka talent, është vizionar, tjetëri është në ndërmarrësi, tjetëri është në ekonomi, tjetëri është atje në politik, tjetëri është në fe, tjetëri është në angazhim për me ngrit vetdijen e popullit. Mirë po të dashurit e mi, nëse cilin digaster kudo që t'jesh, harro suksesin, nëse nuk i përmbahesh terminit. Prandaj me majt terminin, ka edukat. Këto e kanë ditë, madje për këtë, që e kanë ditë pejgambert Allahut, ju kanë falenderu Allahut, që Allahu Azza wa Jall këtë me këmbësi, ja ka fol insanit. Me automatizëm, se ka kriju Allahu Ademin a.s. Allahu të baraka wa ta'ala ja ka bo përhaj me këmësin njëri të parë në tokë. Ka thonë, ti
kemi më zavendësu mund tokë, po për me koni suksesshëm, për me kry projektin edhe me konë vegël e Allahut në tokë, se njeriu ose mundet me konë vegël e Zotit, ose mundet me konë vegël e dreqit. O kom ju përmbajt rrugës ndërtimit, o kom me konë plan dhe projekt i shkatërimit, ose kom me bo hajrat, ose fesat. Prandaj, Allahu ka kërku njeriu me konë pjesë e programit Zotit. Pjesa e programit Zotit, vllazën, nuk mjafton vetëm besimi. Po për të pas jeshi, për të pas vëlerë, për të pas plestojnë kimet, për të pas autoritet, për me dhonë Zotin bereqet në besim, e me ashiu e mbëlsin këti besimi, duhet me moj terminin. Duhet me respektu, sepse qalimi kryesor i besimtarëve sot është se nuk i mojnë terminet, e nuk i mojnë edhe nuk e respektojnë. Zotin e përmjet obligimeve, njeriu ka dosht me eduku. A ke pa sa boje ko kuhën e vetë, drejka ko kuhën e vetë, ikindia ko kuhën e vetë, akshami kuhën e vetë, së unë është me falë akshamin ku t'ikindis, e ka kuhën e vetë. Së unë është ti mund është me agjeru jashtë Ramazanit. Mirë, po ka ditë caktume që ki haram me agjeru, sët është haram me agjeru. Mu që dikush me thonë, më ka ik një ditë e Ramazanit, po du sët me në gjinu. Haram e ki. Haram e ki mu dënu nëse në gjinon. Sët e ki obligim me hangër, e ki farz pe Allahut. Sikur e ki farz me ra shahadet, farz e ki sot me hangër. Pa tjetër, du të me kërku, du të me hangër, se është pjesë festive. Koha, termini, duhet më respektu. E na dojna me arrit këtë vlerë. Si popull, e dina ku e kena defektin, e dina ku i kena të meta tona, se nuk mund është mu përmirësu pa e kuptu gabimin, nuk mund është mu ngrit pa e kuptu qalimin, e na e dina ku qalojmë si popull, na e kena problem me mojt terminin, me respektu kohën. Ma dje në vendet e zhvillume, sot, nëse nuk e respekton kohën dhe terminin, ki mu dënu, ki dënim, ki taks dënimit, se unë e kom caktu kohën për ty, unë të kom pri ty, sa 5:30, ti vjen 5:45, ja, ke kalu kohën, duhet mu dënu, për ndryshe, unë e nënçmej autoritetin tem, kohën tem, se sot kohë është më e vlefshme vllazën. S'ka më të vlefshëm, as pasuni, as pozit, as një aset në jetën dinamike që ta ka diktu digitalizimi edhe zhvillimi më teknologjik, nuk ka më të shenjtë. Normal, pas Allahut, pas pejgamberit, pas obligimeve, pas imanit. Kur flam, nuk flam më të shenjtë, më të veçantë, po tham në rrofshin horizontal, se sa me respektu njeriu të kohën. është më rëndësi. Tjetër ka rëndësi respektimi kohës, e për këtë, kjo respektimi kohës është fryt i edukimit. Fryt i edukimit. E për këtë, unë po du mi sjell një shembull prej kohës pejgamberve. Qysh na kanë dhënë vijat, temelin, bazën, na ka dhënë busollën, e pastaj në bazë kësaj harte, te ki obligim me ndërtu të ardhmen me termin. Ibrahimi a.s. llogaritet baba i pejgamberve. Pse llogaritet baba i pejgamberve? Për shkak se Ibrahimi a.s. krejt pejgamber që kanë ardhur prej lozëve ti. Krejt. Do më thonë kanë ardhur shumë pejgamber. Prej ti është Ismaili, të Arabt, prej ti është Ishaku, Benu Israilt. Prej Benu Israilve, qindra mija pejgamber ka pas deri te Isa a.s. Shumë është interesant që njëherë për me asharu një bashkë bisedusit tem,
se qysh ka qenë numri madh i pejgamberëve të Benu Israil, thash sikur sot që ka shumë hoxhallar, s'ka katën që s'ka hu, s'ka nahi, s'ka lagje, që ashtu në kohën e Benu Israilve s'ka pas katën, s'ka pas kabile, s'ka pas lagje, e që se kanë pas pejgamberin e vetë. Po shumica absolute janë internu, janë përgënjeshtru, janë sulmu, e pejtyne ka dhe shumë që janë vëra dhe në vrit, për shka ka uzës, në të cilën ata kanë jetu dhe kanë punu dhe i kanë ftu njerëz në besimin e Allahut. Këto na ka kallëzu Zoti me Kur'an, edhe ne ka kallëzu pejgamberi jon alayhi salatu wassalam. Tash, Ibrahim alayhi salam me djalin e tij Ismail pa e ndërtojnë Qabën. Mas e ka ndërtu Qabën, që thot populli ja ka qit pikën, strehen. Qabë është godina më e shenjtë fytyrë toke. Për neve nuk ka vend më të beku, nuk ka vend më të shenjtë. O kibla jonë, e gjallëve të deknive. Deknit tonë i kthena me krah djath ka kibla. Vurrët tonë i kena me krah djath ka kibla. Falemi ka kibla, prejmë kurban ka kibla. Madje na shqiptarët edhe shtëpiat i marrojnë ka kibla. Qaq kena lidhje, dashurie, edhe respekti dhe afirmiteti me Qabën e bekume. Për ndërton Qabën, Ibrahimi, a.s. veç me djallë të vetë. Kur e kryti krejt, vllazën të dashur, qatë lutje që ka bo Ibrahimi, a.s. Allahu e ka regjistru në Kur'an. E i ka regjistru lutjen e Ibrahimit, edhe ka regjistru duan e Muhammedit a.s. Tash shumë është interesant. E njëjta dua, e njëjta lutje është, mirë po ka dallim mënyrën që e ka bon Ibrahimi, çka i ka dhonë rëndësi, edhe mënyrën cilën e ka mësu Allahu Muhammedit a.s. ç'është duhet me bo. Kjo për neve shumë është më rëndësi në termin. Qëre, Ibrahimi a.s. thëtë, Zoti jam, prej gjijut këti populli, ju drejtohet Arabëve, qoni pejgamber i cili kom ja mësu këtyne besimin në Zot, librin edhe sunnetin, edhe mi pastru këta, mi pastru shpirtin o fjala, me i gradu, me i lartësu, me i eduku, me i gëdhend. Qashtu radhitja e përshkrimit në surën El Bekare është shumë interesant që mas 4 faqeve Allahu Dhul Gjelal të njëjtën lutje që e ka bo Ibrahimi a.s. ja ka mësu Muhammedit a.s. edhe aj me lutë Allahun me të njëjtën, mirë po tash ndërën pak. A dhe që ka ndërën? Ndërën në edukim. Ibrahimi ka thonë Kur'anin, mëse u librin, edhe urtësin, sunnetin. A në fund e kalon edukimin. Allahu ka thonë, kema arsalna fikum rasulen minkum. Qysh kemi dërgu pejgamber prej gjijut juj, ju drejtot ummetit tash. Krejt neve. Na e kemi qunë Muhammedin të ju. Neve muslimanve po na drejtot. Kjo e ka për detyrë, juve me ju mësu që ju mu më lutë. Spari, thëtë Allahu, me i pastru zemrat e juve. E pastrim, për me pastru shpirtin, vllazën, është fryt e edukatës. E me mojt fjallën, është fryt e edukatës. Por me ecë jeta me tërmin, është mësim edhe fryt dhe rezultat i edukimit. Veç njerëz të edukuar mojnë fjallën. Veç ai cili ta respekton kohën është adres e edukimit. E apeshe vllazën të dashur, çka i ka kushtuar rëndësi Allahu. Ka thonë, njët nëse doni me pas sukses, që mi ju bo hajrë Kur'anit që unë për jau zbres, edhe besimin që ju ma keni falë mu, ju du të me pas edukat. Nuk keni edukat, as keni me apo hajrën Kur'anit, por edhe s'keni me mësu margaritarët që dalin prej ti. Kur besimtarët kanë pas edukat,
Vllazën, Kurani ka bo vepra gjigante në jetën individuale dhe kolektive të besimtarve. Kurani nuk i del falja deri në kiamet. Se ka tani ase njerëz që janë islamofoba, që kanë urrëtie patologjike ndaj të vërtetës. Edhe veç dojnë me në kundërshtu, thënë i ka dalë fala Kur'anit, i ka dalë fala sunetit, skapi kësoj feje. Jo, kur si del? Se Kur'ani është ushqys i shpirtit, është qetësus i shpirtit, është regulator i zemrës, edhe është ndriqus i mendjes. Këtu në 3 komponente tjetës tonë. Asë paramendohet njëri pa men, a ke po të në kërën, më të së më ke vizitu, wala me men, ta që thujnë plesht, me men se për pa men më së më hajde. Ushqys i mendjes, intelektit, është fjala Zotit, ndriqus, frymzus, shpirti, na u knaqëm në Ramazan, me ibadet. Po na, atë shumë e keme koncentru ibadetin, edhe jena munu, so kena pos mundësi, normal, e kena lodh trupin. Trupi ju në lodh. Sepse, a përvrejni sa shumë ka rëndësi edukimi në balansim të këtyre 3 faktorëve, 3 komponenteve. Shpirti, trupi, menja, edhe shpesha njëri smuhet për meve shkën të hoxha. Jo du të me shku të psikologu. Smuhet për trupi, a për të hoxha, jo du të me shku të mjeku. Po smuhet shpirti, s'ki qa me lyp të mjeku. As të psikologu, du të me shku të hoxha. Dhe më thonë, ka nevoj edhe shpirti për ilaq, ka nevoj edhe mendja për ilaq, po ka nevoj edhe trupi për ilaq. E me gjetë njeri u vetën, sa njerëz hargjojnë sëtë në emën që duhet me shku të mjeku, shkujnë të hoxha, tani të pse do hoxhi ka asi, që jenë magjistar, jenë falagji, mirën me fal, me magji, edhe paraqitet poplit në emën të hoxhës. A është armik i hoxhës, a është armik i njerëzimit. Magjistar është armik i shoqënisë. Ai që mirët me fal, ai mirë, ai do më thonë, ai që mirët me fatet e njerëzve, ai ka prek direkt, ka cenu integritetin personal, madje e ka fy Allahun. Pse ka fy Allahun? Se të ardhëmën tonë e din veç Allahu. Ti nuk e din, ti mund është me paramendu, me parashiku, so ta lejon mundësia që nuk e prek vijen e kuqe. Ama aty ku preket vija kuqe, aty te ke cenu të drejten e Allahu. Se veç Allahu ka të drejt në bitë ardhëmën tonë. Askush tjetër nuk e ka. Na kena drejt me sugjeru njeriun, kena drejt me konsultu, kena drejt me udhëzu, mu pa ma mërmenja, kam drejt me të drejtu. Ama unë nuk e kam drejten me ta imponu, edhe me lujt me fatin, me autoritetin, me integritetin, edhe me t'i cenu të drejta tua. E shika, sa interesant, Allahu e ka mësu njerin, edhe e ka udhëzu. Zoti për Zot është krijuesi jon, fati jon në durët e tij, jeta jon varet prej ajrit të tij, jeta jon varet prej oksigjenit të tij, jeta jon varet prej krejt komponenteve që i ka vendos me gravitet, veç pak me lëviz graviteti ka, krejt na fluturojmë. Si atë kur gjëmbi faqen edhe jut. Veç pak me shtrëngu gravitetin, krejt na shafutën, fundosemi, na përbin toka. Qaq e ka koncentru, qaq e ka vënu precizitet, i madhi Zot ati kof shumë fal, edhe prap, nuk ta ka imponu, veç ta ka kallzu. Ka thonë që kjo është udha. E pse na rrokëm me zveti, se na nuk kena dukim. Edhe kom thonë në emision, pe thamë edhe këto, para juve, si na që jemi në rrugën e Allahut, si ata që ende janë të rebelum për i rrugës Allahut. Si na që jemi praktiku, si ata që janë hala largë praktikimit, e kemi një emertus të përbashkët, na shqiptarët. Si na xhami, si ata të jashtë xhamis. Cili është, fatkeqësisht, ai emertus është, e kena në huj na me a imponu tjetrit ato që besojnë na.
edhe na fetarët hygjëm laikëve me ja imponu fen, e edhe ata hygjëm me na imponu laicitetin edhe mënyrën e të menduarit, e të jetuarit neve. Kjo është gabim për të dy palëve, edhe për neve dhe për tyne. Zoti këto nuk e dënë. S'kena nevoj na me ja imponu njëri tjetrit. Na kena nevoj me i prezentu njëri tjetrit. Cilit fiton, e kena obligim me pranu. Por nëse jo, atëre kena obligim me respektu. Sepse Zoti ka kriju diverzitet, ka kriju Zoti i madh mënyrat, unë e shën ndryshe, ti e shën ndryshe. Unë e kuptoj ndryshe, ti e kupton ndryshe. Po mënyrat komunikimit mes meje dhe teje duhet me kom edukat. Shiko Allahu që ka komuniku me dashamirët e vetë. Pastaj shumë është interesant, po shiko mërë vëllahu që ka komuniku Allahu me armikun e vetë, me armikun e njerëzis, me armikun e të gjithë gjeneratave deri në ditën e kiametit, me iblisin. Allahu Dhul Gjelal e ka prezentu komunikimin. Hej Zoti krijuesi gjithësis, pësa s'ka mujt me shkatru drejqen e malkuma? Por Allahu ka vënu sistem të respektimit në bazat e edukimit. Nëse neve kjo na mungon, na s'kena kuptu për i besimi. Por që ta generatat e para kanë ndërtu civilizim, se kanë pos edukim. Këtë edukim na dojna me e vënu praktikisht. E di që nuk është let me eduku, me qitë gjenerat të edukume, të ngritëne, është proces i vetëdisimit që zgjat, e me dosht venin tënë është edukim, me mbrojt venin tënë është edukat, mos me gjujt bërlogun këtë mush, e me hedh letra e bërlog për i kjerit, e me gjuj shishe për i kjerit, është pjesë që duhet me respektu kështë shqiptar. Pse i njëjtin, i natë njëjtit, kur jena përëndim, kejtë kuën e morë me veti bërlogun, që e hojmë rrugës në kërë, kur të him në venin tonë, të njëjtit njerëz, i qelim dritarët dhe hedhëm për rrugë, e hedhëm për i kjerë në rrugë. Pse? Në mund neve në banë hajrë edukimi me dënim. Atje ko dënim, ko gjubë, ko toks, të kërset gjepi, a këtu ju, ma dje në vendet e zhvillume, ata që ta pastrojnë ty bërlogun, e ta hjekun beturinën pe oborët, e pe shpije, ata kanë emnin architektët e pastërtis. Kjo është edukat. Këtu të na thët, o Bob, erdhen bërlëgjit. Boba i meqëm, i thët djallit e bërlëgjit, jemi na u birë, ne kena bo bërlogun. Këtë e nërë me na hjek bërlogun. Shteti jun, me pos vizion të së drejtës, është dasht rroga më e modhën shtet me kom pikrisht për këta njerëzit e pastërtis të rrugës, e të mjedisit. Cili ven është më i ndotun në Evropë? Cili ven, cili mjedis, cili mal, cili fush, cili të lumejen më të ndotun? Lumejt e tonë. Edhe ata që kena pak, malet tona, rrugët e tona, sheshet tona, kush e bëna të bërlëg? A jena 10 milion na? A jena na 5 milion? Ka o gjithë këj bërlëg. Kjo është munges edukatës. Ma dje për ja u kalëzë edhe një element edukatës, që neve shumë na duhet një jetën tonë. Njerëzit e menqëm, ata që kanë pasuni jo veç në gjep, po edhe në zemër, kur hyjnë për restorane, nuk e hojnë bukën, e ati restorane, deri sa ta vërtetojnë pastërtin e qëshëm qësht të restoranit, e sidomos të tauletit. Atu motët pastërtia. E na vllazën të dashur, pastërtin e kena pjesë të imanit. Nuk pranohet namazi pa koni pastër. Bile duhet trupin pastër, duhet veni ku falem pastër, para saj duhet teshat e pastërta. Nuk pranohet. Është gjysma e imanit. Pa iman nuk na pranohet ibadeti.
Na kena pjesë të identitetit. Na shqiptarët kemi arrit me pastru o burrin, po s'kena arrit me e gjetë mënyrën e menaxhimit këtij berllogu. E gjujmë në rrugë, e gjujmë në shesh, e gjujmë në mal, e gjujmë në fush, edhe gjithçka në mungesë këtij menaxhimi. Kjo është mungesë e edukimit. Prandaj na po dojna me nxjerr një brez tri, i cili qysh e ka arrit pleqëria junt, parët tonë, njerëzit baballarët, plesët e pleqëve tonë, me nalon amanet pastërtin edhe pastrimin e shtëpiave, me pas të njëjtin amanet, veç edhe me shty edhe pak. A përshë njeri për pak koritet. Na kemi arrit me pastru shtëpinë, po kena arrit me e shkatru natyrën. Kemi arrit me denigru pastërtin. Jo shumë largë, kemi pas mundësi ku dush në për Kosovë mu kënos në për natyrë. Mirë po pas lufte ju, fatkeqësisht. Kjo është problem kombëtar. Me këtë problem duhet mu marë. Duhet me fillu prej individit, me themelu në kokën tonë këtë edukim. Kjo është edukim. Kjo është pjesë e identitetit tonë. Sepse kështu na bojmë davet. Kështu na i throsëm njerëz. Qysh na i throsëm njerëz, dullëm për xhamia dhe berllogun e hedhëm. Nesër mas 2 muaj kena Kurban Bajramin, i prejna kurbanin, e gjujna berllogun, eshnat, kurën, zorët, aty ku munum. Pse apo vjen mërzitu me qelë një gropë edhe me vendos? O shumë është interesant. Ato që nuk ja dën vetës, mos ja dujas tjetërit, letë është, ma letë se me ko musliman nuk ka. Veç që të dorën zemër, qaj që të pengon ty, pengon edhe tjetërit. Qysh njëri vjen në xhamia dhe parkon kirën midis rrugë, çka me po këta tjerë? A din që duhet me, a din që ka shërbim emergjent? Pa kjo është mungesë e edukimit. S'ka bo hajrë namazi, s'ka bo hajrë ardhja në xhami. Na nuk kemi arsye, ke pona pe shtetit tonë, pe qeverie, pe parlamenti, pe niveleve lokale, masanet si popull, qysh du, cilin dosh në qëfar do variante, qëfar dosh kombinimi, na kena një të metë, fojnë të një hedhëm të tërkujna. E pa na që e fillimi, kur fillimi? Qa fillimi? Je tranzicioni, për qysh tranzicioni? Mot të tjertë, ata që na kanë nimu, e na kanë bështet, nuk të shojnë ty viktim. Ka kalu e ku. Tash ti e shumica, ti e këtu busi, ti e shefi, ti e ai cili duhet me menaxhu këto. Qysh ka mundësi shërbimet publike, hini të këqyre shkollat, si kanë as 10 vjetë që në maru. Ta jetë për shtypjen ty, që këto shkolla e në maru para lufte. Demolume, jotë mirë mbajtne, shkatrume, papastrëti, s'ki të shërbim publik, s'ki banjo publike, që është gjëja më elementare që duhet me pas. A para 150 vjetë në kohën e lidhës Prizrenit, qendrat kryesore të Kosovës ka jo veç banjo WC me pas, po ka pas edhe tush me bu publik. Ka qenë shumë e ngritne, ka qenë shumë e avancume. Prandaj, kjo munges, na duhet me konë praktik, na duhet me konë faktik. Çka mi u full popullit tonë? Na fullëm gjithë dite për xhenete, për xheneme, not vurët e këtë këtu i di. Une edhe t'i kallxoj, edhe të emocionoj, edhe bashkë me ty nga zlena për mallona, mirë po nëse se kena postër atë dhe unë, vatanin, nuk na kryjnë punë këtu. Se djetarët kanë thonë, s'ki me hinë xhenetin e ahiretit, pa hinë xhenetin e kësoj dynjaje. E xheneti i kësoj dynjaje ke pa, kur po shkojme në perëndim, vetë pse ka rregull. Ka rregull. Berllogu e ka qelçi e ka venin, ushqimi i berllogut e ka tjetër kun, ky tjetër kun, vetë pse ka menaxhu sa mirë, pastër, bukur. Pse të na mungon kjo? Pse mungesa e edukimit e ka bo që na hajtë se ka vakt. Edhe rezultat edhe pengesa kryesore këtij edukimi është vetëm një pikë. Kom analizu që 20 vjetë jem të analizu këtë pikë.
A din ku është? A din ku është pse na nuk I mojnë a fjallët? E kam fjallën si shoqëni, si individ, mashallah të na ka burrat fort, si individ, ka njerëz të ngritun, ama na duhet me ngrit, me bo piramidin, jo piramida që është ndërtu me dy skoje e moja, e kundërta, pe I mojës me zhru, që ta individa që kemi të ngritun, se cilin digaster, duhet me zhru rrethin, me zhru rezën. A keni parasysh kam të thonë? Me zgjeru rrethin. Qysh? Pengesa kryesore mu largu është veç një pikë. Si shqiptar, si besimtar. Unë po flas nivel kombëtar. A dhe çka është? Na kena mendsinë e robit. Hajde vllazën. Hajde një motra. Hajde një besimtare. Bijt dhe bijat e Shqipës. E janë ta nhjeku mendsinë e robit. A që është mendësia e robit? Neve, për me mojt na termin, duhet me na fol o anglisht, o turqisht, o sërbisht. Kjo është mendësia e robit. Kjo është mentaliteti si kaluarës. Nuk ngritet populli kështu. Eja ne ta largojmë këtë mendësi. Kur mos na nxofti arabe. Më të kom harru me po një gjematli temen, I cili më thot atje në fund, s'po na nxan huq. Beso gëzova. Allahu që përblef që më gëzove. Po thot s'po na nxan, afronu ma ofër, alhamdulillah. Afronu vllazën. Sepse emigrimi heshtur e ka bo që katin nalt, do më thonë, është hera e parë që 20 vjetë që nuk kemi gjemat nalt. Jo pëse se dojnë shqiptarët fejnë, se ata islamofobët e shfryzojnë këtë moment. E thënë se dojnë, së është e vërtet, po si janë këtu, se përsa përna më shelin e shkollat, me tendencë, se s'ka njerëz, e më gëzoj kë vllai jam atje, Allah është përbli nuk për di kush është, por është shqiptar, është besimtar, më tha s'pa na nxan, e unë u gëzova. E mendsinë e robit, dojna me hjek. Dojna me zavendësu me mendësinë e zotënis. E zotënia e mon fjallën, zotënia I rrin besnik terminit edhe premtimit. Edhe e trajton shtetin e vetë jo ven me qira. Jo shtëpi me qira. Po shtëpi e vetë. Pse më varet fati ti, më varet bereqeti fëmijëve ti, se prej qasoj rrugë ushqet, edhe më varet e ardhmja e venit ti. Këto regula që fola për rëndësinë e këtij edukimi, në të kalumen ka pas dietar që 20 vjet popullin e ka mësu qysh me hangër, qysh me pi, qysh me sill, qysh me flejt, qysh me punu, qysh me jetu, qysh venin tënë me mbrojt, qysh vetdijen e këtij popullit me lartësu. Edhe një ditë jënë qu gjemati, kanë thonë hoqë bre, a ka bre mundësi me na ndërru pak në i ditë, me na kalzu në i ders tjetër, se veç tërbije, I bjen edukim. Veç tërbije, ka thonë po. Edhe kanë prit, kur ka dalë në hydbe, apet me avazën e vjetër. Kur e ka folë gjumon, ka thonë vllazën nalën një veç pak, I ka nalë gjematin, ka thonë une, në atë ko dhe të kryte ditëri si kom ardë, më thonë, që thonë ti të shkëndësur, mo për të që sos s'ka, në atë ko. Mirë po ka thonë, për mi zbrit ato që I di une, juve për I mungën baza, temeli. Cila është, ka thonë, edukimi. E unë 20 vjetë, ju kom hjek me ju mësu qysh me vetë. Subhanallah. 20 vjetë. E njerëzit nuk lodhën, na nuk e kena net mu lodhë. Do të qëndrojmë I pranë popullit tonë. Une nuk jam të e nënçmu popullin tonë. Une jam të I gjitë mënyra qysh me dalë për kësaj situate. A ke po, kush është e mjeku, e ki një defekt në bark, fjalla po vjen. Edhe duhet një ndërhyrje në abdomen,
organet më vitale që i ka njeri, do më thonë, Zoti e ka kriju diafragmën, edhe rreth saj i ka vendos organet më vitale të njerit. Ja mbrun Allahu. Ati ku shumë falin në këtë mënyrë. Ka problem, duhet ndërhyrje kirurgjikale. Por ndërhyrja kirurgjikale duhet më bo me një analizë. Mjeku nuk të merë ty pe uve e me të shti në operacion, e me të shtren në tavolinë, e me të operu. Po dënë analizë. Analizat, du mi bo analizat. Se baba ki ky intervenim, ty qka këtë ndonë. Edhe na, edhe une që mirëna me pajtime, edhe unë i bëj do analiza. I kam do analiza. Edhe une që mirëna me meditime, për udhëzu popullin shqiptar, për të ngrit këtë popull shqiptar, bëj analiza. Duhet me po analiza. Për shambull, që veç një shambull, një mustër, që s'po flas hava, po në njëri faktik, që më prek, aktivitetin ta me prek, e sheh, e përjeton, që veç një shambull të bi. Ditën e 2 të Ramazanit, atje në malësit Hasit, Hasi i dini, është i Kosovës edhe një pjesë është i Shqipnisë, është i ndonë për gjysë, me vi administrative. 4-5 vjetë s'kanë gudzu me zveti me komuniku, që ashtu i ka ra kufini. Në Has të Kosovës më kanë ftu me mojt një pajtim të madhë. Edhe unë nuk përdi ku ka me shku, me kanë ku mu taku, qëfar natyre problemit është, do të mi bo analizat, edhe e pës, aj që më thërke ishte kryetari i fshatit, si kur na që kena Salin, kryetarin e lokacionit tun, e komunitetit tun, duhet me mojt vizë zyrtare. Se unë jam njëri institucionalist, e respektoj institucionin, se për që ata kom kontribu, për që ata kom luftu, për që ata ju munu, për që ata munona. Në ata shkena shtet, duhet me respektu hierarkin, së është pjesë e identitetit, pjesë e edukimit të. Ama thashtë komunikoj ma ato që i kanë ndodhur raste. Kur komunikoj, pyetja me parë. A dhe qëfar analizë është? A i ka ra pishmanaj që ta ka bo domen. Ka vrasit tentativ. Jo mërë thas njeri së më ka qu. Qysh? Thas njeri së më ka qu. Lëgarite. As njeri thas së më ka qu. Mirë, thash falim në Allah është problem. I full, ati pi thëmë ati personit zyrtar, am telefon, thash largohu pak, s'ka jo pi ty në dil, hypën kërë, a hype po. Thash e qysh ta shti mu më thret, me shku të njëri, po thot i ki autoritet, ata unë e kom po që nëse ti vjen niftar të ta, ky quhet ta fal. Ky quhet ta fal, falja jam, bot jo legjitime, bot shkas, hajta se hugjen e qujmë. Unë dalë e thejrë filanin, e plagaj filanin, dhe unë azot e myti filanin, e kena mullohin këtu. Që ke mullohi, ku ti thëjmë ja mullohi bën qka? I bën analizat. Si kur mjeku, që kime shku të mjeku, kime operu, duhet analizat mi po, edhe unë i kam një por analiza. Kushti por, që unë e më ardhë veç me, tash për e thamë kushtimisht, mësëm këtë shkuptoni, me hup ku me ty, së në s'hupi ku, së në kam këtë punë mision të Zote, unë duhet me kuptu që edhe dorasi, edhe familjartë, qka jenë pëndu. Do të mu pëndu. Qështi mu fëtan mu pa u pënduaj. Për shkak nëse nuk pënduhet, pyetja e parë o në bëj gabim, se është në nëzitim, është në nënqmim, është shkelje, edhe pika e 2 që bëj gabimin më të madhë, ja jepi të drejten të tjerëve këtani masani mëndësisë e robit, të e posë parasysh mëndësin e robit, që ka lajkje punë, që ku e kena këto, këna i nëreq punët. Unë i nëreq i punët kur ka edukat, kur ka regull, kur bashkëpunën institucioni i pandehuri del para gjykatës, krijoj pace mes familje, që këtë detyra jam. Misioni jam, angazhimi jam, kërkesa jam, nuk interferon vendimet e gjykatës. Kur? Madje nuk mjaftona me kaq, por e shkruajmë proces. Nuk interferon, sepse disa që i kemi pastaj disa miq në thujza, tentojnë pastaj fojet e veta me na invesh neve. E na këto nuk ja falëm. Edhe nuk i kursej pa i sqaru senet.
Andaj vllazën të dashur, po lypi për juve që këtë rini të mrekullueshme që ka shqiptaria, këtë potencial të mirë që ka pleqënia. Na kemi pensionista të mrekullueshëm që janë njerëz ideal, që kanë kalu nashta në banka shkollore ju për shkak rrethonave, po është edhe jeta shkollë, që kanë eksperiencë, që valloj veç më ul me të kallëzu 2-3 fjalë, ta jep një zgjidhje në një çështje enigmatike që as në fakultet, as privat, e as shtetëror s'kemë mund me gjetë. E me bashku përvojën e pleqërisë me entuziazmin e rinisë, del një super talent i shoqënisë që kemi për suksese me emrin e Allahut edhe do t'ja arrimi mbarë. Ka shqiptaria burra gra, dje me vajza, mirë po vynë me i menaxhu, duhet me i gjetë, duhet, ka njerëz, qërë tash për momentin po më kujtuhet, sot një vjetë e kena pas Bacimet, po sot nuk e kena. Bacimet, një intelektual i kohës, që vdekja na ka glabru në sytë tunë herët, po gjithë shkash me caktim të Allahut. A e dini vllazën vitin 92, 93, me urë tona mu më ka full për me shku për hoq. Me urë tona, se kom paset me shku për hoq. Me urë tona. Në aspektin fetar, agjen, që ku e kam këtë, agja sanën. Më ka mush me imam. Po në atë ku, për me pos guximin, me marë me shku për medrese, u konë sakrifice madhe. Nuk u konë kjo pregaditje intelektuale edhe imanore popullit. Na kete kërë, si do ma generata, e jam edhe ata para me, e din fort mirë që shka qenë. Se ka pos xhamia këtë rini, se ka pos këtë disponim ndaj fesë. E vërtet është, se na dollëm prej një sistemi, pastaj regjimi totalitari, Miloševićave, e viçave tjerë, e ka pas bot vetën, edhe shqiptarët kanë pas një indiferencë ndaj islamit, ndaj fetarisë, për shkak prezencës komunizmit, e ka bot vetën. Unë e kom pas me 10 shok, kur hëpshëm në autobus për me shku në medrese, nuk kalzeshin që jenë medresantë. Edhe më bëshin bëje mu, po është zotën më stepë selam. Unë jepësha selam, ku që ka isha? Hëgjem. Pse unë nisa, krytash, e mora detyrën, me bindje, pas Allahut, pas taj agjen e falendere, Allah është përbleft. E në aspektin intelektual, për më dhonë gudzim, Bacimet, rahmetullahi. Ka thonë, ti duesh me shku për hoq, me i priti populli. Kur s'ku me arru, derin kiamet. Andaj, na dojna vllazën që të metodologji, kështë metodologji, për me e gjetë individin që nesër me abesu një digaster. Me amën të Allahut, Allahu ka më në ndihmu. E në dhash zoti kuvet, e në dhash zoti shëndet, e në dhash zoti hydajet. Hydajet është udhëzim. Edhe të afrohemi. Mos i këshoni njerëz me urrejtje, mos i këshoni me sy kritik, nashta është ma i vanum namaz, po është ma i prim për dë punë para teje. 2 vllazën janë, një nanët, një babe, një vëlla ma shumë ka afërsi shpirtënore me babe me nanë, tjetëri ka afërsi ma të madhe në ibadet. Ja ka qelë zoti rrugën namaz, është ma i letë, po me nëru babe nanë është ma i ngafë. Këj cili në rëmë babë nënë, le të mërë mësim për këti që i bën ibadet, këj që i bën ibadet, le të mërë mësim për këti cili në rëmë babë nënë, që kombinimi atashëm, që shtu për duhet me ponu? E ju më shpon luft, ju atis fole, që ti, drejt gjehnem, këj tjetër ti, veç paracite që i të babën edhe nënën, se ti, me konë që i kështë doshtë zëtin, qërë ti. Edhe nisë konflikti me këty në dëve. Ju, këta dhe duhet me bashkëpunu me zveti, që to e lyp feja. Feja është ma e modhe se me kom besimtar. Se feja është projekti Allahut. është këtë vlerash. Kurani është këtë vlerash. Mundet me marë për i ti, mi apohojnë edhe ajë që so musliman. Si kur përëndimi. E vërtet është. A më të thirurit,
për me apohërin jemi na. Po na kemi një problem se standardin e parë kena gabu. Cili është, nuk e mojmë fjallën. Pse se mojmë fjallën? Se se adina vlerën. Pse se adina vlerën? Se nuk e respektojna kohën. E aj që se respektojnë kohën, aj drejt për drejt edhe mënyrë indirekte, nëse ju drejt për drejt, e në nëshmën Allahun, se Allahu ka thonë, unë jam koha, mos e shani kohën. Njëri nuk është veç me sha me mallku me fjallë, por nëse nuk ja respekton tjetrit kohën, e mbi të gjitha Allahut, krijuesit saj, ndine se nuk i kena punë të mirë. Po me shpresë jetojmë, edhe me emën të Allahut do të vazhdojmë rrugtimin tonë, Zotë na dhosht hajër e gzim. Une mendoj që populli shqiptar është në rrugë të mirë. Pse? Një për refleksioneve një jo. Keni orë që një orë, miza nuk njihet, edhe ashtu nuk ka miza, alhamdulillah, po qetësia, vëmendja është nivelin më të mirë të mundshëm, i kena edhe 2 minuta deri në kohë, tash më varet, edhe unë dhe tash fola me mojt kohë në terminin, hajde të gjëfeni ape monte. Po me emën të Allahut, bismillah, që tash namazi falet pa ezan edhe pa ikamet. Fjala është për bajram, namazi bajramit. 2 rekate i ka. Qumin në kam, bismillahirrahmanirrahim, e bëj njet me fal fitr bajramin 2 rekate, me imam. Allahu Ekber, subhaniken, e kënojmë, para se me thonë, e'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, tekbiri, Allahu Ekber 1, Allahu Ekber 2, Allahu Ekber 3. Filloj, bismillahirrahmanirrahim, elhamin, një sure. Shkojmë në ruku, 2 sejdë, ngritëm në rekatin e dytë, e kënojmë elhamin, e kënojmë një sure, para se me ra në ruku, 3 herë. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, i qojmë dur dhe të vesht, ose dhe të supet tona, edhe shkojmë në ruku. Pastaj 2 sejdë e tejatin, selamin, tekbiret, hutben, e me hajrë, me gzim në kuft kjo fest e bekuar, vllazën, mos harroni, para se me kry, si zakonisht, që kemi amanet prej vitit 1878. Prej vitit 1878. Deri sot, vendoset postoqia në krejt xhamijat e shqiptarisë. Për mirëmbajtjen e xhamisë, për aktivitetet tona, për angazhimet tona, për mundësitë e mirësitë. Kjo është aseti juaj, kjo është pasunia juaj, kjo është e juvja, kjo i kthehet juve. Mos me pas pununa që 20 vjetë, para 20 vjetë pleqët e tonë, kohën e Ibrahim Kurtit, e pleqëve tjerë që ka pas xhamia, pasha Zotin sot se këshëm pas gjithë këtë hapësirë këtu që i kemi. Kjo është e juvja. Prandaj në postoqi del Petriti, me Haxhe, Muharremin, pajtimi dhe kushtrim dakulli, dolin atje, edhe ju nuk pritoni me në ndihmu, me në përkra projektin e juj. Kështu e kemi gjithë, kështu do të përjetojmë, kështu do të vazhdojmë, kështu do të alojmë emanet edhe ata që vinë pas neve deri, insha Allah, në kiamet. Hajde bismillah që nuk ka dole, e Zotin ani muftë.